Ushtria turke, njohur ndryshe si TSK, nuk është thjesht një institucion. Ajo është një makineri gjigande që lëviz me ritëm të saktë. Me rreth 335.000 ushtar aktiv dhe afro 380.000 rezervist, Turqia rënditet ndër ushtrit më të mëdha të NATO-s. Në fushat e Anadolit, kolonat e binduara lëvizin si lubi çelik i vendit. Forcat toksore janë pjesa më e madhe të TSK-s, me mbi 260.000 ushtar aktiv, të organizuar në 4 armata fushore, 9 korpuse dhe qindra brigata të specializuara. Në bazën ajrore të Eskisehiri, avionët ngrihen si shigjeta metalike që çajnë qiellin. Forcat ajrore turke kanë rreth 50.000 personel, duke përfshirë pilot, teknik, operator të radarëve dhe një armatë tërmbështetëse. Ata operojnë mbi 10 avion luftarak, helikopter dhe një flotë të madhe dronësh luftarak, ndër më të mëdhet në botë. Dronët turq, si Bayraktar të B2, kanë krijuar reputacion ndërkombëtar dhe kanë ndryshuar ekuilibrat e fushbetejave moderne. Në portet detare, anijet lundrojnë çdo ditë nën flamurin e kuq me gjysmëhënë. Marina turke, me mbi 45.000 efektiv, është ndërruar në një forcë detare që kërkon të garantojë prezencën e vendit në 3 dete. Flota përfshin fregata moderne, korveta, anije raketore, një numër të rëndësishëm nëndetësesh dhe njësi të marinës amfibë dhe forcat speciale detare. Roli i saj është jo vetëm mbrojtës, por edhe geopolitik, sepse deti Egje dhe Mesdheu Lindor janë zona të rëndësisë strategjike për Turqinë. Pastaj ka edhe një forcë që nuk shihet shpesh, Komanda e Forcave Speciale, me pak mira efektiv, por të trajnuar në nivelin më të lartë, që operon në heshtje. Ata njihen në rajon për profesionalizmin dhe rolin në operacione të ndjeshme brenda dhe jashtë vendit.